Drejtësia kosovare po vazhdon të ngecë me rastet ku janë të përfshira figura të rëndësishme që ndryshe njihen si profili lartë. Këtë e kanë evidentuar edhe misioni BE-s për sundim të ligjit në Kosovë. Në raportin e 8 të monitorimit të drejtësisë, shefi Oleksit Giovanni Pietro Barbano ka thënë se disa prej këtyre rasteve nuk kanë arritur as në fazën e aktgjykimeve. Shumë prej rasteve të profilit të lartë kanë ngecur për vite të tëra dhe disa nuk kanë arritur në fazën e aktgjykimeve. Në rastet e shqyrtuara nga misioni, kemi identifikuar gjykime ku dënimet plotësuese nuk janë shqiptuar, edhe pse ligji e parashikon. Me këtë, u pajtuan edhe nga sistemi gjyqësor i Kosovës. Në diskutimet që do të kemi në janar, ndoshta do të del nga gjykata supreme në qendrim, që gjatë vitit tashëm do të harkohet një udhëzues për çështjen e parablokimit, sepse numri i rasteve që aplikohet kjo mos është jashtëzakonisht i lartë. Ndërkohë që nga sistemi prokuroria i shtetit shprehen ankesa për lëndët që janë trashëguara nga misionet ndërkombëtare. Numri i madh i çështjeve që kishim trashëguar edhe nga kolegët tonë ndërkombëtar, të Mikut e Oleksit, numri i prokurorëve në raport me numrin e seancave gjyqësore, të cilat janë për çdo ditë më shumë, vërtet është i pamjaftueshëm. Ky raport është bazuar në monitorimin e rreth 400 seancave vetëm për këtë vit, dhe ky është raporti i 8 që ka hartuar ky mision prej vitit 2018.